Tra dhe kisha pak të rinë batë përshtatshëm, sepse ka qenë një kohë kur unë kam qenë gati në depresion, sepse nuk ishin ato pritjet e mia, që më i ndihmu në familjes vetë tem, sepse ishte na qunë ato hajmet ku me banu me zezak për mu, në veç në filma i kisha po. Ishte një tmerr, rësull, fillimi ishte një tmerr, dhe fatbarësia jam që në kom dashur futbollin, luja futboll dhe integruan përmes futbollit në atë kohë dhe më njefshin, edhe fillun me njoft edhe venin tonë pak Kosovën, përndryshe. Për me qenë korrekt, gjavit termin zezak është mirë mos me përmende. Kërkoj ndjesë se për nuk e thash, me njërë, atëhere, pra, ishte një fazë ku shumë, me që jemi edhe pak shoqëri kolektiviste dhe kemi qenë të kaluar edhe ma shumë, ku jemi kontë lidhë me familjet, shumica e njerëzve që kanë shku, që kanë migru në atë ku, kanë shku me të vetëm në qëllim. Jo vetëm për veten e vetë, po me sakrifiku veten e vetë, pa lyp burime për me u shkollu, po gjithçysh me u gjunë punë dikon edhe me çu parën në shtëpi, sepse familjarët e tonë atë ku ishin të varën saktësisht prej tyrave që shkonin që vinin prej Gjermanisë. Prandaj u deshke me gjetë gjithçysh mundësi ndryshme përmes klubit të futbollit, sepse fillova me u dallu aty në atë vend dhe më dhanë me mbajt fushën e sportit. Kur s'jam harroj atë mirë, isha një pak të vogël me ato para, pastaj ju ndihmojshim familjes edhe vëlla dhe motra që më ishim punu ka pak. Domethënë ka qenë një kohë jashtëzakonisht e vështirë në diasporit, cila realisht në atë kohë ka shku me tjera kërkesa, me tjera pritje. Imazhi nuk ka qenë i mirë. Unë vjen shumë keq se shumë tri kanë deviju në atë kohë sepse e kishin barrën e familjes në Kosovë dhe me pa mundësi për të punu legalisht, kanë provu me ba dhe gjona tjera të cilat përmisjell ma shpejt e tek, po flasë për një pjesë, e kuptohet që jo që shumica e kanë rujt, se tam... A më tjetë diçka isha shumë keq, isha gati në depresion, sepse ke prit diçka, e këtë gjendje të gjithë e kanë pas, edhe Shqipja e ka shpjegu kur ka qenë këtu për shembull një emision, gjithë kanë kaluar për këtë. Në atë kuna e kemi pas shembull një kushëri që ka shku dhe kanë bërë ata punë të mirë, do të thotë çka ka qenë informata jonë. Dhe kur kemi shku të 90-tave në Gjermani e në për venet perëndimore, kemi shku me idenë që na atje punojmë edhe qojmë pare. Kur kemi shku, azilanta, as drejt qytetit nuk na pas me lëshu pa një zotër genemi gunguquj, një loj vërtetimi ose dëshmije nga policia, ku po shkëm se po shkëm. Nëse moj veç shkurt me ndërshku. Burgim ka qenë më ratë qytetit, unë mos kisha lujtë futbol në atë ku, dhe ta gjeja një pjesë, se më thot, ku muj me kalu kohën dhe me undi, e do bishëm për shoqnin, unë s'kisha mujt me shtyme, me jetu matutje. E pas luftës të vërshtet këtë pjesë e fërmene, dhe shta pasaj më këthy, në kohët luftës, pas luftës kam vazhdu me studime, pasaj t'ju falenderu dhe taksa paguzve Gjermane, kam qenë bursist në mënyrë të vazhdueshme, në Universitetin e Hamburgut, një semestër, në Universitetin e Chemnitzit, pastaj në Berlin, ku e kom bërë në Bundestag edhe këtë fellowship që është jashtëzakonisht bursën parlamentare, ku kjo është një historinë vetë edhe besoj që edhe kolega që do të lidhet nga Berlini, atë ku e kam njoft, Vjollcën. Është interesant kjo pjesë sepse ishin vetëm pak ditë nga shpallja e pavarësisë, kur ne kisha fatin të shkoj në Bundestag, pra isha me atë krenarinë e jashtëzakonshme që ta promovoj sa ma shumë shtetin që ishte shpallë shumë freskët, si ta quj, dhe në Berlin bëheshin aqë shumë aktivitete në atë ku s'kemi pas asë një përfatësi dhe vetë mja me bete klubet, ishin 2 klube shqiptare në Berlin që i vrapoja herët e njëra herët e tjera që të gjej njerës që thamë hej këtu bëhat një aktivitet, se aktivitet na vishin tek zyrat e deputetit. Dhe unë i shfrytëzoj ato dhe deputeti kishte mirë kuptim të plot që unë t'isha i lirë në orarën e punës të merja pjesë sepse isha i rebeli që doja gjithësysh. Çdo herë, ama bashkë çdo herë ka pas për ambasadës serbe në Beograd, serbe në Berlin që kanë pas delegum që kur është në majtë të loj takimesh, debatesh të mdoja në për Berlin, që të provojnë ata një lusin realisht. Ka qenë jashtëzakonisht. Nora, nëse keti çka për të thënë. Veç një çështje, se shumica nuk e kanë shumë qartë çfarë peripetish ka pas diaspora, din. Neve nuk na kanë leju as me u regjistru në shkollë. Do është mami dhe babi me angazhu avokat, që me na regjistru. Kush i kalon 18 vjetë s'ke pas drejt shkollime. Jo, po ne kemi qenë të mito, në më thanë i kam pas 8 vjetë. Unë vetë më zgjidhe kom pas me lujtë futbol dhe më kryme nejtë azilat. Qajo është përgjigja depresionit, ose kur ti si edin si prendsash i rëndësishëm shkollime edhe dush me luftu. Kjo është një realitet komplet tjetër prej asaj çfarë. Ta thome që edhe një fjalit shkurt për rolin në atë kohë të diasporës tonë, bërgatës tonë, njerëzve që kanë punu. Ne i banëm disa aktivitete falë tyre, se s'kishëm, po thamë, do një përfatësit shtetit tonë, dhe ku gjetëm si puna e Vjollca Hajdargjit do të lidhet sot, pas edhe Besa Shahini ka qenë atë kom kujtohet, ka qenë studente e masterit në Gower School of, nuk e di kjo
e harrova emrin, një shkollë jashtëzakonisht të njoftën në Berlin, dhe edhe më kanë ndihmu shumë që të bëjnë disa aktivitete në kuadër të Bundestagut. Do ta kaloj tek Shqipja. Shqipe, po më intereson kështu. Hirti School of Governance. Pa ka rëndësia jo. Shqipe, e kam një pyetje kështu. A duhet që ta ketë obligim diaspora, se këtu po thojnë ku shkon, na jemi ambasador. A duhet ta ketë këtë barë të përfaqësimit Kosovës diaspora gjithsesi dhe ti kërkojmë llogarinë, se a diçka ndodh. Kur ka një sukses ne të gjithë identifikohemi dhe jemi proud me ato. Kur nuk ka një sukses ne e grim me komente kështu nga ma të ndryshmet. A duhet me ndjek këtë barë një Kosovar, shqiptari Kosovës që jeton në Zvicër? Mirë kështë qenë mos me ndje, po nuk besoj që është e mundshme. Se kur e kemi lanë vendlindjen tonë, sot gjeneratët që del në diaspor, del prej vullnetit për mundësi më të mira. Në kohën e kalume, prej 500 viteve kur kam fillu shqiptarët me lanë vendlindjen e tyne mrapa, gjithmonë jemi dalë prej zorit. Gjithmonë kur del prej zorit, del me të vetmen që ka mundesh me bajt me vete, shpresë edhe barë. Shpresë që të prit një ardhme ma e mirë, barra atë të mirën që e gjenë atje me prunë vendlindje. Kështu që besoj që është shumë vështirë edhe për gjeneratën e tretë që për cilë tani edhe unë me librat kur takona me njerëz të ri, e vrej që edhe ata paka shumë e kanë atë ndjenjen që duhet prapë se prapë mi kthy diçka vendlindjes, sepse e kam pas fatin me u rrit në diasporë, ndoshta edhe mos mi përjetu disa situatat vështira të mërshme që bashkëdhetarët tonë në vendlindje i kanë përjetu, kështu që edhe sot e kemi atë barë shumë prezente edhe në diasporë. Një pyetje të fundit, sepse pas kanë shku minutat dhe pjesën e pare kemi kry. Cilat janë 2-3 gjërat për cilat ti na thua sot që je krenare për diasporën e Zvicrës? Që të bëjt ty të ndihesh krenar dhe tu a thua është kështu të gjithve, hapur, zvicranëve dhe kujtdo. Jam shumë krenare, sidomos për femrat shqiptare në diasporë, sepse është në fushën e sportit, sikur në futboll, po edhe në kulturë, në literaturë, në muzikë, në politikë, gjithmonë kemi lanë përshtypjen që gratë shqiptare janë jo vetëm inspiruese, po edhe të forta, kanë potencial ekstrem të madh dhe dinë me shfrytzu mundësitë e tyre. Që është e para, e dyta është që gjithmonë ka të shkojmë, ku do që shkojmë gjithmonë e përmendim vendin prej kahit jemi. Jemi një popull që është shumë patriot, në atë aspektin e bukur, jo me tepru, po në atë aspektin që me shumë dashuri të regojmë për vendlindjen tonë. Besoj që këto janë dy aspektet që i adhuroj shumë, e kam edhe një shpresë që tani edhe gjenerata e parë që ka dalë në diasporë, e gjenë vetën më shumë ndërmjet këtyne dy botave që kanë jetu në to, edhe që e shfrytëzojnë potencialin e tyre tani më shumë masi që e kanë rritë fëmijën e tyre edhe